edhe në kaluar, edhe në komision e jashtëm, dhe shoh një indiferentizëm të plot, absolutisht nga kjo majorancë, kur duhet të vinte në procedurën e parlamentit, në rendin e ditës parlamentit, një element të sensibël për shqiptarët për atë që po ndodh. Janë 3.000 shqiptarë, mbi 3.000 të bllokuar në zonën e luftës, në lindjen e mesme. Dhe këtu nuk vjen as ministri i jashtëm, as një përfaqësues i qeverisë të raportojë parlamentit shqiptar ç'po bëhet. Ku nuk është ngritur akoma as uniteti i krizës, ku nuk po hipen as një shpresë për ata njerëz që janë bllokuar atje, ashtu si po ndodh me vende tjera europiane, ku çdo ditë raportohet disa herë në parlament, në komisionet përkatëse, nga drejtuesit e ministrisë së jashtme, të ministrisë brendshme dhe nga komisionet përkatëse. Shqipëria ka ishte të plot. Ka realisht një situatë diskriminuese ndaj shqiptarëve, një braktisje të shqiptarëve në ato vende të vështira, në ato mënyrat, në ato jetë vështirë po bëjnë dhe në ato probleme të mëdha që po ndodhen atje. Ashtu si akoma ky parlament nuk ka dalë me një deklaratë të tij të qartë, zyrtare, që është në krah të Shtetet Bashkuara të Amerikës në këto përpjekje për të prevenuar terrorizmin iranian, armatosjen me armë bërthamore të Iranit dhe sulmet që po bëhen ndaj vende të tjera të rajonit. Kjo është detyrë e parlamentit dalë zyrtarisht për të gjë, siç kanë dalë parlamentet e tjera. Nuk mund të heshtim, nuk mund të rrim pa thënë qashit gjëra duke vënë pikën mbi i në pozicionin e parlamentit shqiptar në këto momente që po kalon lindja mesme, në këto momente të përfshirjes Shtetet Bashkuara të Amerikës për të luajtur paqen, stabilitetin dhe luftuar terrorizmin, jo vetëm në atë zonë, por shumë gjërë. Pra këto dy elementë që ne duhet dalim. E para, duhet raportuar këtu qartësisht ç'po bëhet për 3.000 shqiptarët. Çfarë masa janë marrë? Çfarë probleme evakuimi, çfarë po merr për evakuimin e tyre? Pse s'është krijuar uniteti i krizës si një organizëm ndërnacional në Shqipëri? Pse nuk raportohet për ditë për të gjë? Po fshihen deklaratat zyrtare të ministrisë së jashtme mbas atyre elemente që po bëjnë qeveritë atyshme për refugjatët të shtiqen atje apo për tuaj që janë atje. Ajo është tjetër gjë. Nëse japin mëngjesin falas ato qeveria apo i vën të akomodohen diku. Rësikat ç'po bën qeveria shqiptare dhe s'po bën asgjë. Në mënyrë absolute ka braktisur shqiptarët, ka braktisur qytetarët shqiptar në vështirësitë e mëdha që ata janë. Prandaj urgjentisht kërkoj këtu të ndaloj parlamenti, të raportohet për të element, të diskutohet. Faleminderit.